Rikthehemi në rrezën tonë. Do të flasim për bukën sot, për shekuj me radhë. Buka ka qenë simboli i tryezave tona. Edhe në të përditshmërinë tonë ne e kemi në fjalorin e përditshëm do të ham bukë, nuk do të ham drek, por është dhe një nga ushqimet më të akuzuara në ditët e sotme për obezitetin, inflamacione, diabetin e me radhë dhe sëmundjet metabolike. Të vërtetat mbi bukën, a është vërtet buka një problem apo mënyra se si ne e konsumojmë, se si e prodhojmë atë? A na shëndosh buka, pse lidhet me disa sëmundje? Të gjitha këtyre pyetjeve do t'i përgjigjejmë me Altin Jokën. E kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetemi me Altinin. Faleminderit për kohën. Faleminderit juve për ftesën. Tematikat janë të larmishme në hapësirën tonë dhe sigurisht nuk do të mungonte buka. Një prej ushqimeve më të kërkuar, më të përdorshme në përditshmëri. Nuk e di për ju personalisht, por tryezat e familjeve tona kanë bukën gjithmonë, në çdo gjell, në çdo vakt për shembull. Të bën përshtypje kjo gjë dhe vet a konsumon bukë? Shumë rrallë. Vet, po e ke për mua personalisht, apo dhe familjen time konsumojnë njerëzakonisht rrallë, ose po thuaj se është ineksistente. Pra është një tip aksesori në dietën tonë, ose në përditshmërinë tonë. Po, çfarë pikpamjesh, përshtypjesh, ose çfarë argumentash keni ju si nutricionist në lidhje me konsumimin e bukës sot në popullat? Dikur ushqeshim, ishte kryesore në tryezë, pra kot nuk e thash dhe nuk e nisa që ne gjithmonë themi do ham bukë, nuk është të themi do ham drek. Pra buka është simboli, është ajo fjala që na shoqëron çdo ditë. Pse sot është dhe ushqimi më i debatueshëm, që lidhet me shumë sëmundje? Mënyra se si prodhojmë? Duhet ta nisim pak mbar, mos i nisim gjërat nga mesi dhe ndonjëherë i bëjmë të rrëmshme. Ta nisim pak një mini histori të vogël, kur e dim që drithrat kanë një histori 12.000 vjeçare në jetën tonë. Dhe zakonisht ata thërmoheshin dhe ziheshin. Kjo ishte ushqimi. Dhe në Egjiptin e lashtë në digjenin time mundet të ketë qenë ndoshta edhe buka e parë ose pitja e parë, se ka qenë në formën e pitjes, diku 5.000-6.000 vjet përpara. Më falë, 8.000 vjetë për para. Dhe buka me tharm, e thartuar, mund të ketë rreth 5.000 vjetë për para, që është ndërtuar. Gradualisht në histori, pra ne kemi pasur si ushqim të përditshëm dhe të përhershëm pra njerëzit, gjatë gjithë tyre 12.000 viteve, por rreth shekullit patëm një ndryshim. Rreth shekullit të 18, hungarezët ishin të parët që filluan të bënin. Romakët edhe grekët kanë qenë të parët që kanë qenë bënin sitjen e miellit, që e bën dhe më të hollë, edhe bënin bluarjen me gur. Ato bluari që është rregulluar më tutje edhe ka ardhur edhe deri në kohën tonë, deri para 1 ose 2 shekush. Por rreth shekullit të 18, më fal, hungarezët zhvilluan teknika shumë të avancuar të bluarjes dhe bën që të perfeksiononin mullin cilindrik. Dhe arritën të prodhonin mielin e bardhë, të cilët e bën shumë herë më të imët, e bën shumë më të pastër nga krundat, ishte më i qëndrueshëm, bëi buka më mirë dhe ishte më i lehtë për ta. Kështu që filloi një lloj tregtie në gjithë botën. Ky ishte përhapja e parë që i dha konceptin modern bukës në sasi më të lartë. Tani duke dalë tek juve tek ajo aludimet e para që bët një përshkrim në fillim fare, unë mund të them që buka ka qenë një ushqim historik për mijëra vite. Por buka bëhej me drithra të plota lokale apo të zonës që kishte secili, bluhej në gur dhe jo në rafineri, fermentohej ngadalë, që do të thotë me maja natyrale ose me tharm, që ri 12 deri në 24 orë të vi, konsumohej në sasi modeste. Të gjitha faktet historike na kanë treguar që konsumojnë në sasi modeste, jo si një pjesë e një diete bazë. Dhe në këtë rast, buka ka pasur fibra, minerale dhe vitamina, sidomos kompleksin e vitaminave B2, dhe shkaktonte shumë rritje të ngadaltë edhe të sheqerit dhe glukozës, ushqente shumë mirë edhe mikrobiomën. Çfarë ka ndryshuar sot? Mielli modern është bërë shumë i varfër biologjikisht. Sot shumica e bukës prodhohet nga miell shumë i rafinuar. A keni dëgjuar ato tipi 00, 450, 500? Të gjitha janë pra e zhveshur tërësisht, po. Janë rafinuar sepse niveli duhet të jetë, pra ai numri nuk duhet të jetë 00, 450 ose 500, por duhet të jetë që të jetë mielli integral i papërpunuar.
Duhet të jetë 1600, 1700, 1800 dhe ose 1100, 1200, pra tipologjia tipi, po themi, i cili mund të themi është afër mjedit integral, ndërsa që është mjedi më i pastër, gruri më i pastër, dhe 850 është gjysmë integral. Të gjithë të tjerat pastaj që vinë poshtë 850-s janë të rafinuar. Sepse njerëzit duhet kuptojnë, kemi 3 pjesë tek pjesa e drithit. Krundet, që kanë fibrat, mineralet, antioksidantët, që historikisht ne kemi hedhur poshtë, embrioni, që ka yndyrnat e shëndetshme, vitaminën E, vitaminën kompleksin B, por dhe enzimat, dhe kemi endospermën, që është ndërtuar nga nisë shteja. Baza kryesore dhe gluteni. Ne kemi përdorur historikisht, sidomos këto kohë, prandaj dhe buka është kryer në problem, kemi përdorur pjesën e endospermit në këtë lloj forme. Kështu që të zhveshur të rësisht nga fibrat, kemi bërë një seshtet të pastër, e kemi zhveshur nga fibrat minerale dhe embrioni, e kemi pasuruar artificialisht këtë lloj, pra këtë lloj gruri që po themi dhe mos harroni gjë. Në 70 vite niveli glutenit sot është 30 deri 40% më tepër i pranishëm në bukën tonë, nëpërmjet mjedit. Këtu filloi që buka të jetë problem. Prandaj kemi frydhje, lodhje, mjergull, kemi probleme të zorëve etj, sepse mos harrojmë një fakt tjetër, të zëmë një fakt tjetër, bujësia moderne ka përdor në vitet 50-60 filloi të përdorë një sasi të larta të herbicideve, fungicideve, insekticideve në kulturat e gjithë drithrave, për të ruajtur drithrat, për të rritur edhe sasinë e tyre, por dhe për të mbrojtur nga sëmundjet dëmtuesit. Kjo bëri dhe po ta shikosh në 2023-shin, kur shoqata e konsumatorëve në botë matën mostrat e bukës, 90% të mostrave të bukës pra që ishin nga gruri, ishin të paktën një lloj pesticidi brenda. Nga ana tjetër, fermentimi i shpejtë që i bëhet sot bukës, buka fermentohet sot për 1 deri në 2 orë. Kjo çfarë bën? Nuk bën që niveli i glutenit nuk të shpërbëhet, nuk harin. Fitatet fillojnë i bllokojnë minerale sepse nuk lirohen. Dhe kemi përthithje më dobët e hekurit, zinkut, magnezit e tjetër, dhe kemi një stres të fortë të sistemit tretës. Nga ana tjetër, buka, që zëm disa fakte, në qoftë se më lejon, buka, se kjo është shumë e rëndësishme të përgjigjemi para se dalim pyetje 2, 3, 4. Buka nga ana tjetër konsumohet në një sasi, është rritur sasia e madhe. Është bërë baza kryesore, nuk është shoqëruese, nuk është një miniatur. Dhe sot, patjetër dhe stili sedentar, dhe patjetër ka krijuar edhe problemet e hiperglicemisë kronike, rezistencës ndaj insulinës, depozitimit të yndyrës së inflamacionit. Dhe në këtë rast mund të themi se buka në vetvete nuk është se shkakton diabetin, por buka moderne është një prodhim i ushqimit industrial. Nuk mund të quajmë bukë të pastër më sot. Sot ne është një produkt industrial dhe mund të themi hyn tek produktet e ato që ne themi që nuk duhen konsumuar, nga rafinimi që ka, nga drithrat që është ndërtuar dhe nga ana tjetër nga glifosfati, i cili është një nga helmet kryesore që sot ekziston tek drithrat, që hidhet shumë, i cili është probabilisht patjetër kancerogjen. Pse duhet të zhvishej drithri, gruri dhe të prodhohej kjo buka që ka shumë gluten? Pse ndodhi kjo? Sepse buka bëhet shumë e fortë. Nuk rezistonte kaq shumë, nuk rrinte kaq shumë të rezistonte, pra të mos nga ato mizat që ju marrin apo dhe në anë myqeve, që mund shkaktojnë zënin e drithit, të mjellit, por edhe nga ana tjetër ishte më e lehtë për furat moderne. Sepse u shpikën furat moderne që u shkonin me një bukën. Ata janë fura moderne, që e fusin me një herë në shpejtësi dhe nuk mund të vi dot një mielli i tillë, shumë vështirë të punojnë. Mos harroj nga ana tjetër. Edhe mullint nuk janë më mullint si që përmendët, mullint me gur apo janë edhe ato të mullini më i mirë. Janë mullit të cilat kanë presa për cilat i dëmtojnë nivelin enzimatik, dëmtojnë nivelin e shumë elementeve bazë të cilët e thyejnë gjithë procesin edhe të glutenit e bëjnë një gjë të tillë. Nga ana tjetër, sot ne kemi aditiv të shtuar, për shembull ne kemi hekurin e shtuar, sintetik, që është i dëmshëm, acid folik në shumë raste, niacin, kemi riboflavin, kemi tiamin, të cilët çfarë bëjnë këto? Nuk e bëjnë që të rikthehet mjedhi në gjendje natyrore. Nuk e bëjnë që të rikthehen fibrat. Kto i dëmtojnë. Pra trupi nuk mund t'i marrë në mënyrë të shkëputur. Trupi e shikon atë miell që ne fusim përmjet kësaj buke në mënyrë si një karbohidrat të thjeshtë. Pra sot është e akuzuar me të drejtë
buka në lidhje me obezitetin, diabetin, sëmundjet kronike, metabolike dhe është pikërisht për këto faktor. Pikërisht sepse në statistikat epidemiologjike, konsumi bukës shkakton paralel rritjen e problemeve të sëmundjeve, po ta shikojmë me grafikun. Do t'i shikojmë pastaj se si lidhet pikërisht me sëmundjet. Por tani në furat e bukës, për së vërtetës na shërbehet bukë gruri, bukë mistri, bukë thekre, bukë integrale, bukë pa gluten, bukë me fara. Tani cilën do të zgjedhim se familjet tona do të konsumojnë bukën, nuk ja u heqim dot bukën fare nga tryeza. Këtë duhet të zgjedhim dhe a është thjesht një marketing buka integrale apo realisht mund të gjejmë bukë integrale apo bukë pa maja? Buka me drithra integral mund t'jetë e shëndetshme, por në shumicën e rasteve është marketing. Pra në sens logjik dhe do të themi teorik, në sensin praktik është marketing. Pse çdo të themi realisht me drithrat integrale. Drithra integral është drithi i përdorur i plot me krunde, embrion, endosperm. Gjë që sot nuk ndodh. Është i rafinuar. Sot sepse ajo ka më shumë fibra, të ngop më shpejt, rrin ngadalë sheqeri me gjak, insulinë etj. Sot është marketing pse? Sepse një pjesë e madhe tyre janë miell i bardhë i përzier me krunde të shtuara për efekte shikimi, pra për të hedhur hi njerëzve. Ka nivelat të sheqereve më të lartë, ka mbajra bimor këto bukra që bëhen, ka nivele aditiva dhe ngjyrosës. Dhe fermentimi është më i shkurtër, fermentimi është shumë i rëndësishëm. Nëse një bukë fermentohet brenda 1-2 orëve, ajo bukë nuk vlen më. Në opinionin tim, nuk vlen më për arsye se shkakton probleme të kanditës, furnizon shumë probleme të disbiozës së zorës, pra ajo majaja dhe trupi do shumë kohë për ta përpunuar dhe për ta rregulluar të gjithë të maja që ne fusim kur e kemi të butë në sa ajo kërpudhë është gjithsesi, është një lloj kërpudhe që futet në trup apo jo? Po, është një lloj kërpudhe dhe kjo ushqen se është sasi të larta. Po. Në rast se ne kemi fermentuar me tharmë natyrale, në rast se ne kemi miell të bluar ose grur të bluar në gur apo të plot si grur dhe e kemi bërë vetëm me miell, me krip, me ujë, atëherë indeksi glikemik është më i mirë, është më i ulët normalisht, përmisohet për 2 ditë të vi. Do është 2 ditë, edhe një ditë. Tharma bëhet kështu, hidhet ujë, hidhet grur, 50 ml ujë, 50 ml po. Gjysmë për gjysmë lihet 2-3 ditë, pas 2-3 ditëve hiqet gjysmë, pra eliminohet dhe hidhet përsëri 50 ml ujë dhe shtohet që të krijojë të gjithë këtë reaksion dhe pas 6-7 ditëve ajo mund përdoret tek buka që duam të zëmë. Ose mund ta lëmë në mënyrë natyrale që të zihet. Kështu e bënin dikur gjyshet Altin bukën me këtë fermentim natyral. Gluteni sot është më i koncentruar, ka strukturë më agresive dhe aktivizon nivelin e inflamacionit dhe rrit lirimin e zonulinës, e cila dëmton sistemin intestinal të zorës. Dhe kjo është nga problemet më të mëdha që shkaktojnë edhe probleme pastaj me celiatikën apo edhe mosken, disbiozën, sepse nga ana tjetër konsumimi i lartë i bukës ushqen bakteret fermentuese. Në ana tjetër shkakton problemet edhe diare edhe kapslëk. Por mos shikojmë edhe luatin e sheqerit, sepse e rrit me njëherë. Në ana tjetër, mungesa fitatet në bukë, në këto lloj buke që ne flasim, bllokojnë gjithë mineralet kryesore dhe rrisin rrezikun e mungesave dhe sillin problemeve të dopsisë. Çfarë ndodh? Stomaku ngopet, barku ngopet dhe hormonet tona jo. Atëherë truri nuk merr sinjale të ngopjes dhe dëmtohet niveli i një hormoni që është leptina, që nuk ndalon dot ngopjen dhe sill një problem të tillë. A duhet ta konsumojnë fëmijët këtë sepse ne nuk duhet ta demonizojmë deri në një farë maksimale. Por kemi një gjë, mos harroni gjë, buka nuk është shumë e rëndësishme në dietën edhe në ushqimin tonë. Nëse nuk ha bukë, sepse njeriu ka nevojë për 0 karbohidrate në ditë. Se vetë trupi jon, vetë organizmi jon, çdo proteinë që fut, çdo element që fut nga perimet, nga ushqimi, nga frutat, nga niveli aminoacideve e kthen në nivelin e glukozës. Kështu që po ai ti thua se thotë kushdo mund ta dëgjonte të thoshte po kemi grosh ose kemi një gjellë se konsumojnë dot pa çik buk, pa çik kore buke. Po mirë, pra kjo është mësim që kanë bërë njerëzit në historinë e tyre. Gjithsesi krijon varësi buka edhe për varfërinë, edhe nga varfëria, edhe nga shija. Tani më the që para kush është buka më e mirë. Buka më e mirë në opinionin tim, megjithëse un jam anti ushqimit të konsumit të bukës, më e mira do ishte bukë thekre me tharmë natyrale. E pa rregulluar. Pra e pa marrë me miell, gruri etj. Kjo është më e mira sepse ka më pak ndikim të insulina, ngop më gjatë, ka indeks glikemik më të ulët dhe ka më shumë fibra. Kjo është në opinionin tim. Pastaj janë edhe drithrat autokton
pra drithat e lashta, nëse do kemi një mundësi, më të mirë, sepse kanë një gluten me strukturë të tolerueshme. E kanë më të ulët, e kanë afërsisht 50-70% gluten më pak se sa drithat sot, të cilat janë të gjitha të ndërtuara, të modifikuara gjenetikisht. Mos e harrojmë edhe këtë gjë. Pra, këto kur ne blejmë bukë integrale me fara, po s'ka lidhje fare. Na shpëtojnë sa do pak? Jo fare, absolutisht. Nuk kanë ndikim. Më shumë marrin ndikim, më shumë marrin negativitet. Është si puna e kësaj që ti po thua, pim një lëng frutash për të qetësuar, të paketuar, ne marrim lëng dhe hidratohemi, nga ana tjetër kemi marrë nivele të larta sheqerit. Më shumë bëjnë dëm. Shpesh farat sipër dhe mielli nëse është ose brumi është i ndërtuar keq, nuk kanë asnjë lidhje, është përsëri e pashëndetshme. Pra duhet të jetë e tillë, të ketë tharm, të jetë bluar në gur ose të jetë me të gjitha pjesët, pra me të tre elementet kryesorë si drith, të cilët trupi mos harrojmë gjë. Buka është e mirë kur trupi e haron shpejt, jo kur barku e ndjen. Pra, jo kur na bën të varur, që na kërkon përsëri bukë trupi. Jo, s'është puna vetëm te varja, jo kur e ndjen të rënd. Nëse do të kuptoni kush është bukë e mirë është, e para duhet të jetë e thartë. Këtë aromë thartësie. Një. E dyta nuk duhet shtypet me dorë. Nëse sa më poroze të jetë, e pa vlerë, ajo nuk bën, nuk është bukë. Ajo është një ushqim e ultra i përpunuar. E treta duhet të jetë që nuk duhet shkaktoj, duhet të tretet shpejt dhe ti e provon. E katërta, kur të konsumosh sa 4 gishtat e tu të çdo personi, aq bukë je i ngopur. Nëse nuk ndodhin këto, ajo bukë nuk ka asnjë lloj vlere. Edhe sikur të kem thënë që kjo është kështu e ndërtuar në mënyrë më të mirë dhe mund të bëhet marketing, nuk bën asnjë lek dhe nuk mund të përdoret. Prandaj do unë i them njerëzve, duke pasur nivelet glifosfatit, pesticideve, herbicideve të ellura, po ashtu të modifikimit të grurit në mënyrë shumë të madhe. Ne në 50-70 vite nuk kemi ndryshuar si njerëz. Ama niveli i grurit ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Absolutisht. Më shumë se 70% të asaj që ne mund bëjmë. Pra, nuk është i paradallues ngjyra, themi ne mora një bukë të zezë integrale me fara dhe sikur çlirohesh nga vështirësia që ke në këtë kontest. Pra, aroma, nuhatja, poroziteti, pra shtypja. Nëse nuk është hartuar, nëse para, nuk i ka të tre elementët të grurit të gjithën. Një, e dyta, nëse nuk është bërë me tharm natyrale. Dy, që ka 1 ditë ose 2 ditë. Në rast se nuk i ka dhe këto element, që nuk është e butë, nuk është e shfryrë, prishet shpejt e tjerë, nëse nuk është e rëndë, pra një bukë e tillë duhet peshoj shumë. Mund të peshoj ndoshta 1,5 kg deri në 2 kg, pra një bukë e një madhësie që sot peshon ndoshta 700 gram. Po, tani unë të bëra një pyetje që për punën e varësisë. Realisht na krijon varësi buka? Një farë mënyre më themi që kjo është një përgjigje gjysmake, ose mund të themi është pjesërisht e vërtet, sepse duhet ta shpjegojmë. Buka moderne, sidomos ajo e bardhë, konsumohet shumë shpesh dhe krijon një lloj sjellje varësie. Jo sepse është drogë, si sheqeri, apo si pijet me gaz, apo si drograt e tjera, por ndikon tek insulina dhe te dopamina në mënyrë ciklike dhe kronike. Pra, në mënyrë periodike. Ja ta shpjegoj më qartë. Rritja e shpejtë e glukozës ndodh që buka, duke pasur kjo lloj buke që ne kemi sot, ka nivele shumë të lartë të nisështesh të përqendruar. Nisështeja është numri 1 sot më i keq se sheqeri. Sepse sot ky lloj niveli i indeksit glicemik ka qenë rreth 50 tek drithat më parë, tek buka më parë. Sot është më shumë se 85, pra është 2 fishi. Dhe është më shumë se sheqeri në përqendrimin e tij. Në ana tjetër, çfarë ndodh? Kjo tretet shpejt, duke pasur këtë lloj nisështeje dhe këto lloj karbohidratesh, dhe glukoza rritet, sepse pankreasi reagon dhe liron më shumë insulinë. Dhe kështu që glicemia ose glukoza më saktë futet shpejt në qeliza. Sheqeri në gjatë pas një farë kohe shumë të shkurtër bie me njerë, se merr një vrull pastaj bie, ka një kurb, dhe trupi merr një sinjal që thuhet, më duhet përsëri e njëjta energji që kisha më parë. Kështu që krijohet ose të kesh uri të shpejtë dhe ti ke dëshirë që të hash byreqe, të hash brumra, të hash përsëri bukë, ndoshta të kombinuar dhe me ëmbëlsirë, dhe ky është pikërisht cikli i insulinës dhe i varësisë. Jo një varësi kimike. Në ana tjetër, dopamina është hormoni i shpërblimit. Sa herë ne ham ushqim, rritet shpejt, pra niveli i sheqerit që rritet, qoftë kripur apo e ëmbël, truri do lëshoj dopamin. Edhe në këtë rast,
aktivizohet qendra e shpërblimit. Kur buka konsumohet shpesh, pra në sasi dhe në mënyrë periodike, dopamina lirohet në mënyrë të vazhdueshme dhe truri e krijon një lloj stimuli që kërkon përsëri. Dhe në këtë rast, ne duam një qetësi se nuk jemi të qetë dhe duke konsumuar të sasi buke, vetëm atëre qetësohemi. Dhe patjetër do na krijojë kjo një vështirësi për ta hequr. A është vështirësi, është varësi si droga? Thami jo, por është një varësi funksionale metabolike e ngjashme pothuajse me sheqerin, sa ajo përthyet përsëri në sheqer dhe hyn te ushqimet ultra të përpunuara. Nga ana tjetër, shumë njerëz thonë, ore nuk ngopem me bukë. Ha bukë nuk ngopem ose ha ushqime dhe nuk ngopem nëse nuk kam dhe bukë me vete. Pra, problemi është që nuk po ngopen hormonet tona. Dhe në rast se ne nuk ngopim hormonet tona, sa do stimul ne të kemi dhe një problem tjetër, është hormoni leptinës i cili është destabilizuar dhe nuk funksionon. Dhe po ashtu ndikimi dhe insulinës, dopaminës, problemi hormonal që ne po e dëmtojmë dhe nuk po ngopet vetëm zora dhe stomau, po nuk ngopet truri, atëherë do na sjellë pikërisht këtë problemi. Po. Ka njerëz, ka kalori, a do na shëndosh? Do ta tregojmë pas publicitetit, sepse këtë pyetje kam më pas, sepse ka njerëz që të mos i shëndosh buka kanë dëgjuar që e thekin aty për të larguar të lagështirën ose për element ose faktor të tjerë, kështu që na i shpjego pas reklamave se nëse e thekim kemi më pak probleme me shëndetin në lidhje me konsumimin e bukës. Ka publicitet, rikthehemi shpejt. A na shëndosh buka? Pse na shëndosh nëse ne thajmë thekim atë është më tepër dietike? Lidhemi përsëri me Altinin për të marrë përgjigjen e kësaj pyetje. Ja ku jemi sërish, Altin. Faleminderit. Po pyetja na shëndosh buka. Po, mund të na të shëndoshi, po jo sepse ajo përbën nivele të larta kalorie, po sepse rrit shpejt glukozën, stimulon nivelin e shtimit të insulinës dhe insulina bën që të depozitohet niveli i yndyrnës. Kur shpesh insulina është e lartë nga konsumimi i lartë i bukës, trupi nuk djeg yndyrën dhe e ruan. Kështu që konsumimi i bukës në çdo vakt, në çdo kohë, në sasi të lartë favorizon shtimin në peshë. Jo nga kalorit, por nga ajo që ne thamë. Nëse pastaj bukën që po themi e thekur është më e mirë apo jo, apo e thajmë, e thekim apo tjera, ky është një mit. Është një mit i përhapur sepse çfarë ndodh kur ne thekim bukën? Humbim sasi më të lartë të ujit, nuk humbim kalori. Pesha, pra, duhet kuptojmë. Po është më shishme. Është e thekim për shije në radhë të parë, se s'besoj se e thekim që të mos na shëndoshi, po ka më tepër shije. Pesha e bukës mund tulet, po glukoza jo. Madje glukoza përfitet më shpejt dhe indeksi glicemik rritet. Rritje më shpejt e sheqerit në gjak dhe kemi një reagim fort nga insulinës. Ndaj, për diabetikët nuk rekomandohet që pra buka e thekur ndoshta është më keqe se sa buka e butë për arsye sepse niveli glicemik rritet më shpejt. Pra duhet ta kuptojmë në këtë rast se kush është më i mirë ose për shtimin e peshës së tjerë. Nga ana tjetër, të lutem dua të shpjegoj diçka. Te pjesa e gjithë këtyre bazave kryesore që është krijuar buka, është gjithë propionati i kalciumit, i cili është një aditiv shumë i vjetër, shumë i përhapur, i cili është një acid yndyror me zinxhir të shkurtër. Pra kriprat e kalciumit, po them, që shtohen në pjesën e bukës, që mos bëhet ajo rritja e mykut në bukë dhe të rritet jetë gjatësia të buka. Në qoftë se buka ka nditur për të nditur më shumë gjatë, i hidhet pikërisht to kriprat e kalciumit. Nga ana tjetër, në 3 feta bukë, niveli i kalciumit mund të dëmtojë në nivelin e insulinës 2 fish në krahasim me kaq që ka dëmtuar më shumë, duke bërë metabolizimin e glukozës dhe duke çuar në një kontroll të dëmtuar të glicemisë dhe të shtimit të peshës. Që ta kuptojmë këtë. Janë të barazvlefshme niveli i toksicitetit, është parë një studim, të nxënësit e disa shkollave, kur merrnin pjesën e tortillave që konsumonin, të barazvlefshme me 5 feta bukë. 5 feta bukë rritin toksicitetin akut kur kanë kriprat e kalciumit të hedhura. Nga ana tjetër, është gjetur bromati i kaliumit, që është, mund të themi, është një tip kondicioneri që të forcoj strukturën e brumit dhe që bëhet në furr. Pra po themi në shumë bukë, jo të gjitha bukët, por mund të gjendet në një pjesë e madhe e bukës dhe bën edhe oksidimin e mjedit. Është afërsisht si ato agentët zbardhues për ta mbajtur edhe më mirë. Problem tjetër që është shumë i rëndësishëm
është mjedhi i zbardhur, i cili ka nivele shumë të larta të gazit të dioksidit të klorit dhe peroksid benzoili, të cilët bëjnë zbardhjen që ky miell mos dëmtohet. Dhe patjetër është më pak i dëndur, është më ideal, sidomos për ëmbëlsirat, për fryrjet dhe kryesisht sjell probleme shumë të rënda. Mjedhi aromatizuar është parë në disa studime që ne kemi parë. Në momentin që është konsumuar nga mint, pra edhe gazi dioksidit të klorit, sidomos gazi dioksidit të klorit lëshon nivelin e aloksanit. Aloksani është numri 1 për të shtuar problemet e diabetikëve. Pra nëse do të bësh diabetik, duhet të konsumosh nivelet e aloksanit. Dhe pikërisht dioksidi i klorit i ndërvepruar tek buka bën që të rritet përbërja e aloksanit. Dhe duke rritur, çfarë është parë? Që dëmton qelizat beta të pankreasit. Dhe kjo është bërë në studim zakonisht tek mint, por duke parë që niveli i beta qelizave, pra i qelizave beta në pankreas, i minjve dhe i njerëzve është pothuajse njësoj, është parë që sillin shumë probleme. Pra nuk është provuar te njerëzit, por përsëri kemi studime shumë të shkurtra. Kjo është nga shqetësimet më kryesore. Dhe shqetësimi kryesor është bromati i kaliumit, i cili sipas informacionit shkakton dëmtim të ADN-s tonë dhe rigjeneron dhe dëmton nivelin e ADN-s, dhe nga ana tjetër sjell pastaj disa nga sëmundjet kryesore autoimune, kronike, deri në sëmundjet metabolike dhe të kancerit. Çfarë tregon kur një bukë që e blejmë ri dhe thahet shumë? Thahet në ç'kuptim? Thahet bëhet sigur, bëhet të fortë shumë. Nga temperatura, nga lagështira, nëse një bukë nuk prishet, thahet në ç'kuptim e kishit? Thahet dhe bëhet shumë e fortë, pra, forcohet dhe ti nuk e konsumon dot. Po, ajo është procesi pastaj që është ndërtuar, kjo ndodh te të gjitha ushqimet ultra të përpunuara në përgjithësi. Nuk ndodh vetëm te buka. Ultra përpunuara, edhe po shikosh disa nga pjesët kryesore, sidomos të bukave të paketuara në qese, po ti shikosh. Mirë, ato janë me nivele të larta sheqeri pastaj. Aditive po, edhe vajrave, mos harroni janë edhe të vajrave hidrogenizuar që është shumë problem, sidomos të vajit të palmës dhe elementeve të tjerë dhe ngjyrosës. Ku ka ngjyrosës natyral, siç është ekstrakti i rushit, se ka ekstrakt rushi që jetet në shumë vende, por në pjesë tjetër pastaj është ngjyrus. Po, ka njerëz që e mbajnë bukën në frigorifer, Altin. Për atë kemi folur, nuk bën, ajo e ruan më mirë bukën dhe mund të jetë është edhe më e shëndetshme në shumë raste. Edhe për problemin e njerëzve që janë diabetik, por edhe për njerëzit e tjerë. Sepse konsumimi i bukës shumë i shpejt dhe i ngrohtë nuk është i mirë për trupin tonë. Është si puna, të gjithë karbohidratet aktivizojnë shumë më shpejt për të rritur nivelin e glicemisë dhe probleme metabolike në trup. Dhe patjetër që mund ta mbajnë në frigorifer dhe mund ta konsumojnë. Unë kam bërë një video të gjatë për problemin e bukës në frigorifer, se do të shpjeguar shumë gjatë. Mirë, e lëm për një ditë tjetër, po. Po thjesht më kujtua si dhe çdo kush mund futet tek faqja ime ta lexoj, kam bërë një informacion shumë të detajuar për bukën që mbahet në frigorifer dhe në ngrirje, ku janë të mirat, ku janë të këqija dhe si shërbehet për mirë ose për keq. Besoj se kategoria më e privuar për të konsumuar bukën janë personat me diabet. Çfarë buke dhe a duhet ta konsumojnë apo s'duhet ta konsumojnë fare, duhet ta heqin fare nga dieta? Për mua asnjë lloj karbohidrati, ata nëse duhet të kurohen problemi, ky është problemi i dietologëve që japin, por dhe i mjekëve, i thon konsumoni sa më pak bukë, një makarona, absolutisht jo. Sidomos makarona dhe pasticet, shikoni. Kto çfarë ndodh te makarona, për shembull, një fakt që më kujtohet tani, sa më shumë të zije makarona, pra nuk është al dente, aq më shumë niseshte dhe aq më shumë rezistent ndaj insulinës krijojnë. Makaronat al dente janë më të mira në këtë rast, që ta kuptojmë. Po. Në ana tjetër, diabetikët nuk duhet të konsumojnë karbohidrate të tilla. Në opinionin tim, jo vetëm diabetikët, po edhe fëmijët. Shumë pak. Pra, ne duhet që ta heqim bukën nga dieta jonë. Ne duhet ta kemi thjesht si aksesor. Atëherë kur ti mendon që po thua pa ha një fasule apo një gjë që e ke të detyrueshme vetë si person, por ne gradualisht duhet ta rallojmë. Nuk duhet ta kemi pjesën bazë, si shikoj unë për shembull në furat e Tiranës, kur unë vi, bëhet nami për të bler bukë, 1-2 bukë. Unë nuk kam parë, ndoshta jam mësuar të unë suedi që nuk ka konsumim fare buke, po thosë dhe shumë pak, ose në për restorante, në për lokale. Buka e dorës fundit, edhe njerëzit nuk e kuptojnë, marrin një dorë të bukës fundit që e blejnë për arsye të kostos se kanë të lirë. Që themi ne një bukë si kasht, që është kështu e holl, fare e bardhë, pas peshku. E pre holl, shull dhe shtyp me dorë dhe bëhet përsëri poroze, e ngrë dhe e rik,
nga nivelet shumë të larta të majas, të aditive, të filtrimave që është bërë ultra përpunimit. Për mua, diabetikët nuk duhet të konsumojnë nivelet të karbohidrateve, në qoftë se ata duan ta heqin diabetin. Dhe po ashtu fëmijët, po ashtu të rritur dhe kushdo, në qoftë se duan të konsumojnë, sa më pak bukë dhe ta kenë si aksesor. Mjafton një copë e vogël buke në një moment të caktuar kur ata e dëshirojnë. Por, në qoftë se bukën nuk e bëj me tharm, në qoftë se buka pra me maja natyrale, në qoftë se buka nuk është e pastë, pra po themi me rreze 1100 deri në 1800 ose minimalisht 850, në qoftë se është poshtë saj rreze, jo 850 kur ta shikojnë etiketa, pa kur ta shikojnë 00, 450, 500, ajo nuk bën as i lek. Ajo është ushqim ultra i përpunuar dhe dëmtuesi metabolizmit, përçarësi sistemit endokrin dhe problemeve të sistemit autoimun që do fillojnë sëmundjet në të ardhmen. Në qoftë se kjo rreze do jetë 1600, 1700, 1800, është akoma atëherë më e mirë. Po sot ajo rreze nuk gjendet. Dini në supermarketet e Tiranës dhe po e gjetët të rreze, do ma paraqisnin dhe mua. Në qoftë se do gjeni të rreze, merreni, në qoftë se është e vërtetuar. Përndryshe, hilet, marketingu, llapet që thuan që kjo është e mirë, bëhet bukë e bukur, shumë gjëra mund të ndërtohen bukur dhe mirë, mund të ndërtohen thjesht, mund të jenë shumë komode, por ne nuk duhet të varemi nga komoditeti dhe nga shija. Ne duhet të varemi nga cilësia dhe aty që kërkon trupi, jo aty që kërkojmë ne, jo aty që kërkojmë parazitët tanë, sepse një pjesë e njerëzve që konsumojnë bukë ka rritur shumë nivelin e kanditës dhe të parazitëve. Nuk mund të eliminohen parazitët, nuk mund të eliminohet kandita, nuk mund të eliminohet disbioza. Në zor, problemet në zor, rregullim intestinal dhe problemet e shqetësimeve të tjera të sistemit autoimun, të gjitha sëmundjeve autoimune, në qoftë se nuk hiqet ushqimi nga gluteni sot që është ndryshe nga çka qenë, plus ato që ne tham helmet dhe përpunimi. Gruri nuk është më siç ka qenë para 70 viteve, jo para 200, 70 viteve. E drejt, për shkak të që unë jam kundër kësaj. Për shkak të evolucionit dhe të rritjes së numrit të opusisë. Buka e mistrit është më e shëndetshme se sa e grurit? Po, ka nivele shumë të ulta, ka më shumë nivele të ulta të glutenit, është e shëndetshme, po sot mistri 96.8% të paktën studimin e 2022 është i ndërtuar, i modifikuar gjenetikisht. Dhe ka një problem shumë të madh dhe mund t'japi fryri dhe mund të kthehet në anën e kundërt, sidomos për diabetikët. Pikpyetje edhe këtu dhe domethënë edhe për bukën e mistrit kemi pikpyetje. Kemi pikpyetje të mëdha, sepse shumica e bukës mistrit, të paktën ku e kam parë në Tiranë, është bukë që ke lezet të hash. Bukë e mistrit nuk ka ashtu. Buka moderne, buka është e fortë. Bukë e mistrit është e fortë dhe bukë e mistrit është sa gjysma, sa 2 gishta. Duhet të konsumosh vetëm 2 gishta bukë mistri dhe duhet të ngopesh pa asgjë tjetër. Në qoftë se nuk ngopesh me ato, dhe në qoftë se të krijon fryrje dhe shikon që nuk ngopesh do më shumë, kjo tregon që kemi një problem të madh pastaj tek e bukë. Dhe e fundit fare se jemi në sekonda ndoshta të fundit. Buka moderne se ka trende virale në rrjetet sociale që kam parë, fakt dhe e kam eksperimentuar vetë. Këto bukët që bëhen me brumë thjerzash, me miellin e thjerzave, të qiqrave, mos është kjo ardhmë e bukës? Bukë brokoli. Këto janë për ta zënësuar. Këto është nga bukët më të shëndetshme që ne mund të konsumojmë, por përsëri duhet të kemi kujdes në konsumimin jo sa si këtyre të madhe. Përzierja e kuinoa, sidomos që po bëjnë njerëzit, bukë me kuinoa, pra me pseudodrithrat, po themi, dhe gëshetimi me farat e lirit, farat e susamit, është një opsion jashtëzakonisht i mirë. Po është i kushtueshëm. Dhe përzierja ndoshta edhe me tërshërën organike. Pa tjetë tërshërë e pastër organike, se dhe shumica e tërshërës sot ka shumë probleme. Atëherë është shumë e mirë. Pa tjetër që kjo është buka më e mirë që mund të themi sot për sot, por në opinionin tim është më e mira ndoshta edhe të eliminohet. Të eliminohet dhe të jetë thjesht një aksesor shoqërues. Asgjë nuk ka për ta gjetur njëri, ti ke eksperjenca personale, familjare të njerëzve edhe vetë besoj, nga ato që ne kemi komunikuar, që njerëzit e kanë pas vështirë heqjen e bukës. Në momentin e heqjes së bukës janë ndier shumë më lehtë, më të mirë dhe nuk e kanë kërkuar bukën më pas. Po e drejtë është, e vërtetë. Janë ndier aq mirë, e thashë edhe një herë, nuk mund të riparosh kur një sëmundje dhe problemet problemet metabolike dhe hormonale. Dhe buka është nga elementet kryesor të rritjes së asaj që ne thamë në emisionin më parë, rritjen e nivelit të glicemisë, rritjen e nivelit të hemoglobinisë glukozuar, pra nivelit të rezistencës ndaj insulinës. Dhe buka është numri 1 sepse ka nivele të lartë nisështeja. Nisështeja është numri 1, pastaj vjen sheqeri. Po, më i dëm shumë nisështeja se sa sheqeri, po. Faleminderit shumë Altin. Faleminderit dhe të urojmë ditë të mbarë. Faleminderit për bisedën dhe për këshillat e temës së sotme. Edhe ne përshëndetemi me shikuesit duke uruar një ditë të bukur. Shihemi nesër.